طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pas një shkëputje, 2 javora, 3 javora, së disa volla, një muja. Në dersin e kaluar, e kemi përfunduar libërthin e Sheikh Bin Bazit rahimahullahu taala, që kemi folur pak për akide dhe pak për fikë në pika të shkurta. Sonte e poshtë arsyeshme me shpjeguar një libër, një ligjërat realisht të Sheikh Muhammad Amin al-Shankiti rahimahullahu taala, një prej dietarëve bashkohor, apo një prej dietarëve që kanë mësuar ulemat e mëdhenj tek ky, apo edhe ky dietar i madh është një ligjërat të imja mbajtur në xhamin pejgamberike me kërkesë të mbretit të Marokut. Masi që e ka marrë ligjëratën ky sheh i nderuar, si zakonisht kur dietarët e marrin një ligjërat caktuar, për shembull e ka pas një jetë ngjodhe Sheikh Albani, ka pas raste, e ka marrë një ligjërat, bile subhanallah i keni disa audio veç pyetet një pyetje Sheikh Albani, tamam 1 sahat përgjigjen. 1 sahat tamam përgjigjen. Edhe ulemoja që kanë nxënësit e dijes, apo nxënësit e shujukve, dietarëve çfarë, i kanë thonë këti shehu të nderuar, a ki mundësi që to me qitë në shkrim. Edhe disa dobi me i cek aty, edhe shehu ka pranu, edhe pastaj është bë kjo sikur libër, apo sikur libër. Edhe është përhap pastaj mesin e xhamatit me lenë Allah subhanahu wa taala. Shehu i nderuar fillon me një ajet kuranor kur thot Allahu azza wa jall el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kjo është një prej ajeteve madhështore ku ka zbrit në ditën e Arafatit, që ka konsistuar me ditën e Arafatit, me ditën e Xumo edhe në haxhin lam të mirës. Po kjo është një prej ajeteve që na bën me mendu edhe mund të argumentohemi që nuk lejohet me shtu në fenë Allahut azza wa jall gjëra të cilat nuk i ka bë Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe sahabët e tij. Jo rastisht të çfarë sot përsosa për ju fenë tuaj. E kum përsostot. Edhe thot e plotsova dhuntim time, zgjodha për ju çka Islamin fe. S'ka fe tjetër të pranuar. Që kjo është fe, inna dina inda Allahi l'Islam. Me të vërtet, feja vetme pranuar tek Allahu është Islami. Gjitha fe tjera quhen ideologji apo quhen fe të shpikura nga koka e njeriut. Sikur për shembull feja krishtere që është shpikje e palit. Apo si çush e trajtuan për shembull konferencën e Nikes, apo që në këtë priftërin, ti thueni mendim, hajtë se që kjo është mendimi maj afërt të vërtetës, edhe pastaj e kanë bo din, dhe sot asaj dite ajo fe është përhapur në mesin e njerëzve. Si shtam, kjo ajet fisnik është shpallur në ditën e Arafatit, në haxhin lam të mirës, dhe çfarë në ditën e Xumo. Në 3 ditë, subhanallah, të vlefshme, apo të nderume. Gjersa, pejgamberi alayhis salam qëndroi në Arafat në mbrëmjen e asaj dite, pejgamberi alayhis salam pas shpalljes së këtij ajeti, mas 81 netëve ka vdek, ka ndru jetë. Manë në mend. Kur është shpall që ky ajet, sot përsosa fen tuaj, mas 81 netëve veç ka mbaru jeta e tij. Më thonë ka vdek me kadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah i lartësuar në këta jetë ka thënë qartazi se ai e ka përsos këtë fe dhe nuk i mungon asgjë kësaj fesë madhështore. Çdo sen na ka mësuar Muhamedi alayhis salam. Çdo sen. Po mirë, mjetet që ndryshojnë gjatë kohërave të ndryshme, a lejon fen ton? Normalisht e lejon. Mjetet lejohen, sepse ndryshojnë rrethanat. Dhe këto mjetet nuk hyjnë tek bidatet e ndaluara. Mjetët çdo herë kemi thonë, që ky tablet, kamera, ku e diunë, gjitha këto gjëra, mikrofoni, këto janë mjete që nuk e cenojnë fenë e Allahut azza wa jall. Po ashtu thot Allahu azza wa jall, e kush kërkon fe tjetër pos Islamit,
thot nuk I pranohet prej ti. Edhe thot në botën tjetër ka më konë prej të humburve. Na po ta pranojmë pejgamberin tonë. Pse ti s'pe pranon pejgamberin ta? Unë ty po ta pranoj Meriemën, po ta pranoj Isa a.s. Ty si jahudi po ta pranoj Musa a.s. Pse ti s'ma pranon Muhamedit a.s. Unë nëse nuk e pranoj atë pejgamberin tonë, të dërguarin tonë, unë dal për fesë. Ti sikur në ditën e gjykimit kur del para Allah dhe Arab që tonë s'vedu. Ç'është I bjerë këtu? A bjerë ç'është? Dhe stanat gjithë pejgambert I pranoj. Para të arsye dhe feja vetme e pranuar tek Allah është Islami, dhe thot me të vërtet feja vetme e pranuar tek Allah është Islami, në përshtatshmërinë e fesë dhe në sqarimet të gjitha dispozitave qëndrojnë mirësitë e dy botrave. Edhe në këtë domethënë në përshtatshmërinë e fesë dhe në sqarimin e të gjitha dispozitave qëndrojnë mirësitë e dy botëve. Edhe jo rastësisht ajeti po thot dhe plotësova dhuntimin time ndaj jush. E kum plotësu dhuntin time që I bie edhe në këtë botë apo Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot jep mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Na nuk kemi sikur si sufit që vetëm botën tjetër. Jo, edhe këtë botë e kemi. Edhe këtë botë e bëjmë si mjet për me arrit kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Për këtë do të sjellim thot shembuj duke shpjeguar 10 çështje të mëdha që I nevojiten muslimanit në këtë botë dhe në botën tjetër. Sot disa pika do t'i trajtojmë, ndërsa ndersin e radhës do t'i trajtojmë edhe pika tjera. Cilat janë këto 10 pika? Në një çështja e parë që është shumë e rëndësishme për muslimanin është tauhidi. Ai s'diskutohet. Është tauhidi apo themeli I fesë, apo rrënjët e fesë. E dyta thot është këshilla. E treta është dallimi mes veprës mirë dhe të tjerave. E katërta është gjykimi jo me shariat. E pesta është gjendja bashkësisë mes shoqërisë. E gjashta është ekonomia. E shtata është politika. E teta është problemi I sundimit të mohuesve ndaj muslimanëve. E nënta është problemi I dobësimit të muslimanëve në rezistencën ndaj mohuesve në numër dhe cilësi. Dhe 10 është kundërshtimi I zemrave në mesin e shoqërisë. Domethënë disa pika do t'i trajtojmë sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Çështja e parë, cila është tauhidi. Gjithë pejgamberët vllazni kanë thirrë në tauhid, kanë thirrë në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po në cilën tauhid kanë thirrë shtrot pyetje? Lufta më e madhe që është bërë pejgamberëve me popujt që si kanë pranuar pejgamberët, cilë tauhid u kanë? S'u tauhidi rububie. S'u krijimi, furnizimi, jetë vdekje që jep Zoti, se këtë kam pranu. Por tek tauhidi uluhia I raporti mes robit dhe Allahut. Që tu ata kanë pas shirk, kanë pas ortakri, kanë pas idhuj, fed veçantë. Dhe Muhamedi a.s. pikrisht në çet tauhid, po jo rastësisht nuk po them që nuk ka pas edhe ateist që se kanë pranuar edhe si krijues Allahu subhanahu wa taala. Edhe jo rastësisht Allahu azza wa jall çfarë ju thot? Nëse I pyet ata mushrikët, kush I ka krijuar, thot, tokë qiej? Çka kanë me thonë ata? Allah kanë me thonë, mashallah, besimtar. Bes mjafton kjo. Nuk mjafton. Na I nin për shembull, ai keni vret në për televizion disa politikan, disa artista apo këtë jo, unë I besoj shumë Zotit. Kur t'ja nis aty në fund thot, feja shqiptaria. Jo I besoj Zotit. Po s'ka be fe shqiptari, mos e bastardoni veten për subhanallahu, feja shqiptari o shqiptaria është kom feja o diçka tjetër subhanallahu. Mos e bastardoni be den që të mos. E kanë pa edhe këta televizës deçanit se njerë janë nisën me atë teorinë feja shqiptare shqiptaria, po e pan që s'shkon kjo punë, atëherë haden krishtenisëm. Që s'ka fe shqiptaria. Kush o pejgambi, kush o Zoti I shqiptarisë? Kush o feja e shqiptarisë? Nuk ka. Pastaj thot çfarë? Thuaj, kush ju furnizon juve nga qielli edhe nga toka? Kush e posedon të dëgjuarit e të parit? Thot të parët, deri te fjalët e tij thuaj, a nuk po keni frikë? Ajetet e ngjashme janë të shumta dhe mohimi I faraonit ishte I këtij lloji tauhidi. Sikurse në fjalën e tij tha faraoni, e kush është ai Zoti I botëve? Do të thonë, shumica e njerëzimit sot I beson që ti tauhidi, që Allahu është krijues, Allahu është furnizues, Allahu t'jep jetë dhe vdekje.
Po kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton. Rruga e vetme e pranuar tek Allahu është tauhidi, njëshmëria, me adhuru vetëm Allahun dhe mos mishtim në mes në i shok apo në i idhuj, qysh e kanë bon kone pejgamberit alayhissalatu wassalam. Çabën e kanë pas dhe 360 idhuj i kanë pas aty. Dhe çfarë ka pas? E kanë marrë Zotin e hurmës, Zoti i furnizimit e kanë qujtë. Para më e kanë marrë hurmën edhe e kanë bo si Zot edhe kanë shkuar e kanë lutur. Kur s'kan pas, ushqim e kanë hungër. Zotin e furnizimit. E shumë zotra të tjera. Erdhë Muhamedi alayhisalatu wassalam dhe i rënoi ata idhuj dhe ju tha thuni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Çka ka thonë mas pari la ilaha? La ilaha është mohim para pohimit. Me mohu mas pari. S'ka thonë me pohu. Mas pari ka thonë heki krejt qëto. E kur ti hek këto çka mbetet? Illa Allah. Apo e kuptoni? Dhe më thonë njëherë pi hek krejt. La ilaha. Krejt me hek zotrat. Çdo zot që adhurohet përpas Allahut, zotra në thojza, se zot janë ata, po që i quajnë zotra, atëherë kur ti hek krejt, kush po mbetet? Po met që ky zot nal që është mbi 7 palë, qiej. Që kjo është tauhidi uluhia. Kur ti pyet dikush, çka është tauhidi? Është njëshmëria e Allahut. Që ky tauhid, secili musliman, secili vëlla që ndëgjon derset, që to 3 llojet e tauhideve do të mi ditë. Nuk bën pa i ditë. Asni me vitet të tëra, me ngu derse, mos mi ditë që to marrë është turp. Du të mi ditë që to. Tauhidi njëshmëria e Allahut azza wa jall. Dhe që ky tauhid ndohet në 3 lloje. Tauhidi rububie. Krijuesi, furnizuesi, jep jetë, vdekje, shi, kret, ai jep. U kry, kaloj. A mjafton kjo për më qytë besimtari? Jo. E dyta, tauhidi ibadetit, tauhidi uluhie. Mes robit edhe Allahut nuk bën me pas shoqërus, mrena shirk mi bo Allahut. Nëse qëto e ke shpëtu me lenë Allahut azza wa jall. Dhe e treta është tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, me ditë që çato cilësi që i ka Allahu nuk i ka njeriu të ngjajshme me Allahun. Sepse disa vllazni, grupe filozofike, duke u tut mos pi krahasojnë, mos pi shembëllojnë krijesën me krijuesin në cilësi, e kanë mohu cilësitë e Allahut azza wa jall. Për shembull, thonë Allahu lartësu, alel arshi istawa. Allahu lartësua mbi arsh, u lartësu. Po dhe njeriu lartësu të hyp nalt, atëherë ta ndryshojmë këta. Unë ju them aty në vend. A pranoni që Allahu ka jeton? Po, atëherë Allah vdes. Pse se njeriu po vdes. Ç'shtu kjo logjika? Ç'shtu kjo logjika? Se unë po të them Allahu ka sy, ti më po më thosh çysh, po dhe njeriu ka sy. Po mirë, edhe unë po të them Allahu jeton, po jeton. Atëherë dhe njeriu jeton. Atëherë mohoje sikur Mu'tazili që i kanë mohu këtë cilësitë e Zotit. Janë jak në idil. Na themi e pohojmë si emën, po nuk është i njëjtë. Përderisa mes njeriut edhe insekteve, kafshëve, ku e diune, ka dallime. Syni jam nuk është sikur syni macës, o vllazni. Ata kanë rreze ultraviolet, ultraviolet, çfarë rreze i kanë macat që natën shohin për shembull. Apo huti, ku i ka çfarë sy ka. A dallon syri jam për syni tin? Po. Ku i ki problemi me thonë që Allah ka sy, po nuk e dim që shi ka. Jo, po Allah ka gjymtyr. Kush po thotë që ka gjymtyr? Po thëmë ka kom. Sepse pejgamberi sa ka thonë që Allah azza wa jall ka me vendos komën e tij në zjarmin e xhehenemit. Edhe xhehenemi ka me thonë, a ka hala? Ku i ki këtë problem? Se ata grupet filozofike neve na akuzojnë se ju jeni mushabbiha. Ju i boni, i shembilloni, i boni njësoj krijesën me krijuesin me këto sene. Ju vetëm një pyetje i thoni. A jeton Allah? Po, atëherë Allah vdes. Qysh hasha? Po dhe posë edhe njeriu jeton. Po njeriu vdes. Ose, kur i thesha një debat, kur i thesha që Allah ka sy, theke Allah ka bibza, Allah ka qerpik. Kush pa të fatë për e ty që i ka qerpik e bibza? Allah ka sy edhe nalë, që kaq. Mos shko ma nalt. Ato që e ka komentu për vetën e vetë Allah, zë vëgjë që ato merre. Ato që e ka komentu Muhamedi alayhisalatu wasalam cilësit e tij, mjafton edhe ndalu
mos shko te gjërave sepse bish në kufër edhe çështja është e rrezikshme. Pastaj thot, për këtë arsye thot, u shpall duke miratuar këtë lloj tauhidit në formë pyetse apo që shtam, domethënë tek çështja e tauhideve të ndryshme. Pikë tjetër është sa i përket çështjes së dytë që ishte këshillimi. Dietarët janë unanim se Allahu i lartësuar nuk ka zbritur nga qielli në tokë këshillues më të madh as çortues më madhështor se sa këshilla e mbikëqyrjes dhe e dijes, që do të thotë se njeriu duhet i kushtoj vëmendje Zotit si mbikëqyrës i gjithdijshëm për çdo të fshehtë dhe të dukshme. Në lidhje me këtë këshillues të madh dietarët, ata kanë thënë se tazam ekziston një mbret gjakderdhës, vrasës, xhelat apo ku e dione. Nëse ti e ki një mbret që është gjakderdhës, vrasës apo ku e dione, a i friksohësh? Domosdoshmërisht kemi friksu. Mirë po tek Allahu Azza wa Jall edhe duhet ta kesh frikën, po duhet ta kesh edhe shpresën. Nëse i bën mëkate Allahu subhanahu wa taala, dije që ki kërcënim tek Allahu Azza wa Jall. Dije që ki kërcënim tek Allahu Azza wa Jall. Wallahi Allahu i mëshirshëm është, shumë i mëshirshëm, po veç është edhe dënues. Për atë arsye ulemoja kanë thonë, çështja e frikës dhe shpresës është sikur që sa bukur e kanë shtjellu, është sikur çështja e një shpendi, vllazni. Islami është koka e shpendit. Frika është me njën, me nanën e djathtë flatrave, edhe nanën e majtë flatrave është shpresa, frika shpresa. Domethënë ç'ish duhet me shku këto për me fluturu te dy anë. Nëse një anë e flatrave e ka të smut, e ka sakat, a i bjerë poshtë, apo? Nuk mund të fluturoj. Por atë arsye muslimani duhet të jetë mes frikës edhe mes shpresës. Nëse shkon te i masë në shpresë, dije që ke kalu te murgjit. Bon shka dush se ke shku në xhennet. Nëse shkon te i masë vetëm ajetet kërcënuese, ku ke shku? Te Khawaresh ke shku atje. Për çdo sen xhenem kemi shku. Atër gjeni mesatare me lena Allah subhanahu wa taala, edhe ti kime shpëtu. Po kur mundesh me gjetë mesataren? Mundesh me gjetë mesataren kur ti ndjek ulemat. Ata janë njerëzit më të mirë mbi fytyrën e tokës, mbi këta qiej, që ta shpjegojnë ty dinin Allah subhanahu wa taala. Allah i lartësuar e ka sqaruar se urtësia krijimit të krijesave është që ti sprovoj ato, ti provoj se cili prej tyre është më vepër mirë. Cili është qëllimi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot qëllimi vetëm i krijimit gjinëve dhe njerëzve, cili është vëllaja? Është vetëm adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo dynjë është vetëm mjet. Vetëm mjet. Nuk ka qëllim. Që për më sqaruar edhe më mirë. Qëllimi i luftës, gjihadit në rrugt të Allahut dhe realisht gjihadi, lufta në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, luftarake, me kritikën ndaj bidatxhinjeve, ndaj kafirave, ndaj ku e diune, a është qëllim vllaznia mjet? Çfarë po thoni? Mjet është. Nëse unë shkoj në Evropë, edhe kush janë në Evropë, edhe përhapi dinin Allahut azza wa jall pas një shpat, edhe ata më pranojnë, për çka përdor ti shpat? Pse shkon bën shpërthime atje? A e kuptoni? Qëllimi nuk është lufta. Lufta kur të sulmosh, kur ku e diunë nuk ki mundësi, apo gjitha ato janë ato pikat që janë. Nuk ka qëllim lufta. Te disa qëllim vetë luftën e kanë, veç me vra. Edhe tek pola tjetër qëllimi është veç kritikimi i njerëzve. Jo, nuk është. Nëse ti shkon për shembull në një vend caktuar, edhe i thu kjo është sunet, kjo bidat, kjo është sunet, kjo bidat, ata ta pranojnë. U kry puna. Ja ki arrit qëllimit. Mirë po, nëse gjatë rrugës ka nevojë me kritiku një person të caktuar, nuk po mundesh me arrit të qëllimi për vetë se me kritikim, atëherë ke obligim me kritiku. Ty për mi qof shkau, e ke obligim me luftu. Me mbrojt vendin. Ama nëse nuk e ki shkaun, çka për nëzit shkaun? Bënda vetë. Forcoj shtetin tënd.
Më thonë që kjo duhet mi kuptu qëllimet dhe mjetet, atëherë me lenë Allah subhanahu wa taala do të kuptohet shumë ma mirë. Po ashtu, thot ai në fillim të surës Hud tha, ai është i cili krijoi qiellin dhe tokën brenda 6 ditësh teksa arshi i tij ndodhej mbi ujë, që t'ju sprovoj se cili prej jush është më vepër mirë. Domethënë të ka kriju vllai jam ty, edhe ti motër e nderuame, me një qëllim që me shiku cila është më vepër të mirë, edhe pse e din Allah subhanahu wa taala, urtësitë e Allahut na nuk i dim. Apo ai po ashtu në Kaptin El Mulk thot, ai është i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen, që t'ju sprovoj se cili prej jush është më vepër mirë. Po ashtu thot, nuk i kam krijuar xhinët, këto e trajtuam, pasi urtësia në krijimin e krijesa ishte sprovimi që u përmend, Xhibrili deshi t'u asqaronte njerëzve rrugën e suksesit. Ja u tregoj metodën, mënyrën apo rrugën e suksesit, ndaj i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, çka është ihsani, nxet valla. Nxet shumë. Çka është ihsani? Pse e pyeti çka është ihsani? Vllazni, kategoritë e imanit janë tri. Më së pari është Islami. Rrethi i jashtëm. Kur ti futesh në Islam, me çka futesh në Islam vllazni? Një person mi thon musliman, ke hin në Islam, me çka? Me shahadet, apo me shahadet. Sikur ai personi i cili në luftë, një sahabi e mbyti një ish mushrik, sa ajo po musliman, edhe çfarë i tha? E goditi e mur shpatën, edhe ai tha la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ky eci. Shkoi te pejgamberi sallallahu i tha Muhamedi sallallahu a mbyte e qatalta ba'da ma qala la ilaha illallah, mbyte pasi që tha la ilaha illallah, ja Rasulullah tha pitutës. Thot, aja qjerë zemrën ti me po që tu që e tha pitutësa? Thonë, a pëse sa ka vlerë shahadeti? Në ato momente, a ka thonë pitutës, se ka thonë pitutës, tek Allahu Azza wa Jalla e ka me thonë llogari. E jotja është pamja e jashtme. Mirë, pas që ti shahadeti, që ka duhet për njerë është shkolla e dytë është mu'min imani. Islami imani. Imani të bën mu largu prej veprave të këqija. Dhe i treta cila është? Muhsin, është ihsani. Qa ihsani? Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala ka annaka tara. Ta adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala sikur që peshe. Allahu ekber, tamam kokën me pas si jetu dole para Allahut azza wa jall. Qa që mu kon, i kujdesshëm edhe me koncentrimin më të madh që jetu dole para Allahut subhanahu wa ta'ala. A kini vret në herë qëfar knatësi ki në namaz, në herë vetë sa ma shpet me kry. Më varët sa je i kujdesshëm në namaz. Bukur. Një person. Pejgamberi sa më ka thonë, thëtë, ka në hadith të pejgamberit sa për shembull, kush e bën këtë dhe këtë nuk ka iman. Për shembull thotë ai që bën zina nuk ka iman. Apo gjatë bërjes së zinas, imani rrin sikur rrin mbi kokën e tij. Nuk ka iman. Ky person o musliman vëllazë? Po ai bëhet s'ka iman. Ha? Ha? Hadith e kërcënuese në një, edhe e dyta, që ky imani, që ky islami, që ky ihsani, nuk ka iman, imani, ihsani, pi hiqet, çka pi mbetet? Islami pi mbetet. A pe kuptani? Dhe më thonë, me hyrjen me shahadet ti ke hinë në Islam, apo disa vepra i ke bo, pastaj duke të forcu imani, je bo mu'min, pas mu'minit je bo muhsin, hala ma i madh. Tash, kur ti bon gjunohet të mdhaja, nga muhsin, apo nga mu'min, nga besimtor, bish muslim. A pe kuptani? Bjen në muslim, jo që del nga feja. Edhe për atë arsye keq kuptohen disa hadithe, rreth këtyre gjërave dhe bëhen musliman qafira për shkak të disa mëkateve të mëdhaja. Thot ai ihsani është të adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh, transmeton muslimi. Po ashtu nuk ka faqe që shfleton nga Kur'ani fisnik vetë do ta gjesh në këtë këshillues sublim. Ne kemi krijuar njeriu dhe dim çka po shpërit ai në vetvete. Dhe ne jemi afër tij më afër se sa damari qafës. Wallahi kur ta din se pak para se me shikuti me sytë e tu tek harami, kur ta din që Allahun e ki vëzhgus, e nal. Shka thonë pejgamberi sallallahu shikimi yt i parë, shikimi yt i parë është i joti, i dyti është i shejtanit. E mirë, shikimi i parë e shihni një femër edhe çështo.
A lejohet kjo? Po kjo i parë është. A s'është i parë? A s'është i parë kjo? Ha? Qysh s'bën me zgot? Ku e ki argumenti që s'bën me zgot? Hajtë kallëzoni. Si kam qenë Shikimi i parë është i yti. Shikimi i parë që? Qështu? Zban. Tamam zban. Ama shikimi i parë që kjo? Pse zban është të pyetja? Tash, unë e di që zban. Edhe ju e dini që zban. Po lyp argument dikush. Qa e thoni? Demek, shikoj e këtë zhveshën në njetën, apo? Ja, një njetë kalën në rota, apo tani. Hadithi tjetër thot heqe shikimin. E që kjo e komenton të parën. Qëre, e para po thot, shikimi i parë është i yti, shikimi i dytë është i shejtanit. Hadithi tjetër për komenton këto, po thot heke shikimin. Dhe më tap, heke shikimin. Edhe kryet puna. A peshini që hadithet njëna tjetërën e komentojnë. Nuk mundet vetëm me një hadith me marrë dhe me ngrit dispozita. Apo, sa i përket tash çështjes së tretë, është e cila ishte dallimi mes punës së mirë dhe jo të mirë. Kurani tash më ka shpjeguar se vepra e mirë është ajo që i plotson 3 elemente vllazni. Kur i plotson një vepër 3 elemente dhe kur ndonjëra prej tyre mungon, atëherë ajo nuk i bën dobi vepruesit. E para, thot, vepra duhet me qenë përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh e ka bo pejgamberi alayhi wasallam, po nuk e bune ti nuk të pranohet ajo. Valla unë jam i sinqert shumë me Allahun azza wa jalla. O sa dush ti më koni sinqert. Se dikush vjen thot ajo është e shtu për ujë, ky i bën tomël. Mar unë ujë po du me pi. E pa tomëli është më i mirë, veç një të nxehtë tomël apo thon sheqerse, o vlla unë ujë po du. Se shpirti po ma lip ujë. Njëta gjosh, pejgamberi alayhi wasallam kështu e ka bën ndërsa ti po shkon edhe pe lulon pja zbukuron me bidate të ndryshme, me ato ilahit e muzikat të ndryshme, pe bën pe lulon, edhe po don me arrit tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk të pranohet. Do më thonë, çka thot Allahu azza wa jall, atë që ju jepi dërguari, thot merreni, kurse ato çka ju ndalën, thot refuzojeni, prej saj largohuni. Plot hadithe, o a di me sa hadithe, me mia hadithe janë, nuk i praktikon, qosh edhe bën bidate. Qosh edhe shpik bidate. Qatë shumë ja kanë vështërsu fin muslimanve që i kanë lonë. Mos ja vështërso. Qato sunete që i ka praktiku Muhamedi alayhi wasallam të mjaftojnë për me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. E para, për mu pranu, janë 3 elemente edhe njerë. Një vepër për mu qujtë e mirë, janë 3 elemente apo 3 kushte. E para, çka? Duhet më konë sipas mënyrës pejgamberit alayhi wasallam. Kemi shpjeguar deset e kaluara. Një vepër e mirë duhet me kaluar në ato 6 pika që i cek Shehu Themini, apo mënyra, llojet, sasia, vendi, koha, pe dini ato i kemi shtjelluar. Bukur. E dyta, thot, po ashtu thot Allah azza wa jall, thot, kush i nështrohet të dërguarit vetë se i është nështruar Allah azza wa jall, gjithashtu thot, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, nëse me të vërtet mushrikët e Mekës kanë thonë na e dojmë Allahun azza wa jall. Na e dojmë. A ki po disa sufi për shembull, kur ti thush për shembull Allah vetë çon kështu. Prej karrigës. E shkon e adhuron tyrbe e varre. Allahu azza wa jall me një ajet kuranor mushrikët i ka sfidu. Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni. Nëse me të vërtet ju e doni Allahun, thot më pasoni mua. Kan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja unë dua Allahun. Po juve hoxhallarve ju që fen që peshpeja ju si duan veç një zot e kam. As Kur'anin as ajet në terezibret. Një ilaç e ki me recept të kallëzon. E ki një formular, e ki një recept thjesht qysh me e përdor atë ilaç, e ti gjithët krijimtari që e ka bëu Allahu azza wa jall, edhe po thunë me kokën tim unë jam i mëshëm. Unë vetë shpjegoj. Apo disa intelektual për shembull, për kinë se pe ulin vetën ata para hoxhallarëve, çfarë thënë? Unë jam i mëshëm vetë, unë vetë lexoj. A i ki mjetet vegla, mekanizmat për me e kuptu ato, nuk i ki vllaja. Nuk po të nënshmoj, subhanallah. Që shkom sot e djetartë, mos hadet e hoxhallar, shko të djetartë. Në botën arabe, mësoj ato mekanizmat që janë, edhe që je fetfa nuk është asnjë problem. Ama ti as arabisht nëse din, as nuk e din kur është zbrita e ajet kuranor, apo? As nuk e din rrethonat gjitha këto gjëra, pastaj thu, unë vetë studioj merr Kur'anin, çfarë gjuhë studion Kur'anin, gjuhën shqipe.
Po s'ka zbrida në gjurë shqipe, Koran. Mjetët vegla ti nuk i ki për me e dhonë fetfa, o, dhe më thonë, disa prej intelektualve, apo që intelektualve që janë musliman besimtar nuk i thënë këto fjallë. Ata që dënë me sulmu fejnë, i thënë. Nëse ti nuk i ki mjetët vegla mu thut në deti, fundosësh. Vallaj feja oqean, subhanallah. Oqean është feja. Ka shumë sene që si dim. Edhe na që pishpjegojmë si dim. Pastaj thot, e dyta është vepra duhet të jetë e sinqertë vetëm për fytyrën e tij, qoftë i lartësuar ai, sepse ai thot, wa ma umiru, e dini suratul Bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe nuk jam urdhëruar përveç se ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala me një sinqeritet të plot. E para, çfarë ke mënyra që ka bo pejgamberi sa e dyta çka ke? E dyta ke sinqeriteti. Dhe thot, unë jam urdhëruar të adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij. Po ashtu e treta thot është çka? Për më të pranu vepra ti duhet me qenë besimtar. Themeli është besimi. Nëse nuk je musliman, nuk të pranohet vepra. Ti je jo musliman, i bën shirk Allahut azza wa jall. Themelin kryesor e ki rënu. Ti s'pe pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pa xheron. Qysh? S'pranohet kjo. Ndoshta për shkak dashnisë ndaj Allahut azza wa jall, ndoshta Allahu azza wa jall ty të zën islam, po jo që ta pranon atë vepër. Edhe në rastin e një personi, një mushriku e cili ka pranuar islamin. Edhe i thot Muhamedi, mushrik ai ka qenë, e ka pranuar islamin. A di çfarë i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Thot ti ke qenë, thot, i mirë, thot, me njerëzit, duke qenë mushrik, i dojtar, edhe pse s'ja pranon Allahu azza wa jall veprën, përveç se me themel të sinqert, me themel islam, thot ti ju ke ndihmu njerëzve. Ke qenë njeri humanitar. Shkaku i kësaj veprës, Allahu të ka shpërbly me islam. E ne ju themi disa vëllezërve, unë e kum ndërlidh këtë çështje, ata të cilët e kanë bindjen që kush s'fal namaz është kafir, mos ju thuni njerëzve mos agjëroni. Mos u thuni njerëzve s'ta pranon Allahu azza wa jalla agjërimin. Mbaje mendimin. E ki mendimin, ka pre ulemave që e kanë, u kry puna, na se përfaqësojmë atë mendim, po lele ta agjëroj njerëzit. Sepse që kjo agjërim bëhet sebeb, ai kthehet në din. Alhamdulillah, a ka njerëz që agjërojnë të na vallaj? Shumë ka. Alhamdulillah që ka. Lele ta agjëroj njerëzit. Edhe thot çfarë? Thot duke qenë thot kush Allah subhanahu wa taala thot kush prej jush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femra, mirë po çka thot? Duke qenë besimtar. Kushti, apo? Kush bën vepra të mira? Sipas me sinqeritet, sipas mënyrës pejgamberit alayhi salam, edhe është besimtar, atëherë çdo tre kushte nëse plotësohen, i pranohet tek Allahu subhanahu wa taala kjo vepër. Po qoftë edhe pakt më e mirë është tek Allahu azza wa jall se sa e shumta me bidate. Edhe lodhësh, edhe kur ç'sban. A keni po për shembull në për vdekjet tona, në për gjenazet tona, sa para harxhohen. Apo me të vdekurit, edhe merr haram tek Allahu, gjuna, edhe pasunia të shkon. Shkojnë bëjnë mermeret ndryshme, ku e diuna ato kururat e gjitha këto gjëra, këto të janë harame. Të ndalesa. Men të shebah bi qaumin fa huwa minhum, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush i përngjason një popull ai është prej tyre. Edhe harxhon para, edhe merr gjuna tek Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot, e ne i kthehemi ndonjë vepre që e bën ata dhe i bën plure hi. Dhe thot gjithashtu, të këtillëve në botën tjetër i përket vetëm zjarri, kurse ajo që punuan dhe vepruan ata ka dështuar dhe është asgjësuar. Pi jap një shembull konkret. Një person i cili e ka lexu formën, mënyrën e saktë të namazit pejgamberit alayhi salam dhe është duke e praktiku. Allahu ekber, çdo detaj, çdo sunet e praktiku. Dhe në anën tjetër, kur të vjen dikush, ky e zbukuron akoma më shumë. Ky cilat kushte i ka plotsu, cilat si ka plotsu Adnan? Sinqeritetin se ka plotsu sinqeritetin. Mënyrën, sunetin a ka plotsu, po e ka plotsu, si pranohet tek Allah. Allahu ekber e ka për hir të Allahut. Vjen dikush, e zbukuron hala më shumë, ky e ka humb sinqeritetin.
dhe humb ajo vepër. Humb ajo vepër përkundër asaj që ti e fal. Sepse duhet të jetë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket çështjes së katërt, e cila është gjykimi me diçka tjetër përveç sheriatit fisnik, Kurani vetë se ka sqaruar se është nëse një person e bën halal ligjin tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala, ai person del pi fes. Ai person del pi fes sepse e ka marrë Zot vetën në shpalljen halal të një ligji të Zotit, të një ligji të njerëzve. Sepse thot Allahu xhel, kush nuk gjykon me ligjin, kush nuk gjykon, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, kush nuk gjykon me ligjin e Allahut, të tillët janë kafirun, të tillët janë dhalimun, të tillët janë fasikun. Është çështje e gjerë që duhet mu trajtu, dhe më thonë mos gjykim me ligj të Allahut subhanahu wa taala. Kush i nënshtrohet thot shejtanin në ligjësimin e të bërit halal, coftinës është i dhujtar, pra është e dhujtari e madhe që të nxjerr nga feja me konsenzusin e gjithë muslimanëve. Dhe thot Allahu xhel, o bijtë e Ademit, po a nuk u dërgova porosin që mos të adhuroni shejtanin, se me të vërtetë ai është armiku juaj i hapt, po ju porosita që të më adhuroni mua dhe rrugën e drejtë. Po ashtu Allahu për mikun e tij Ibrahimin, që i tha babas së vet, i tha direkt, o baba im, mos e adhuro shejtanin, që i bënte idhujt, apo mos e adhuro shejtanin, direkt i tha. E dini historinë, apo kur sahabiu Adi ibn Hatim, një sahabi që para se me pranoi Islamin, shkoi te pejgamberi alayhis salam, edhe ja citoi një ajet kuranor, tha, ata kanë zgjedhur për Zot rabinët dhe murgjit e tyre në vend të Allahut. Tha, juve ju ka zbrit ky ajet? Po tha, nësi marrim më Zot rabinët ton, priftërinjët ton? Kush i thot, tha, a ka krishterë që i thënë priftërinjëve të tyre Zot? Jo. Njëri është, prift është. A di çka i tha Muhamedi alayhis salam? Tha, atë që e ka bë Allahu haram, a pja u bëjnë priftërinjët e tyre halal? Ose e kundërta, po, që kjo është me shpallëzat. Çështje e rrezikshme. Para të arsye ata që bëjnë ligje sot, nëse me vetdijet plot, duke e bërë halal ato, ky del pi fes. Çështje është shumë e rrezikshme. Nëse e bën vallaj po lip Evropa, që ashtu skemi çfarë më bëu tash, hajre bof Zoti, ky është mëkatar shumë i madh. Para më për shembull, sot mu çu me bën një ligj ta zon që homoseksualizmi është i lejuar. Homoseksualizmi, surrogacia, krejt ato që janë. Edhe ti me nënshkru aty. Me nënshkru. S'po tim të zemra. Të zemra nuk po tim. Të mjafton habibi me qatë liq, krejt miletin mrapa që i ki, subhanallah. Krejt miletin mrapa me pas. Të mjafton. Kush do që e bën, në kundërshtim me fenë Allahut, sa vjet kalojnë, kërret ata që bëjnë nëpërmjet çati ligjit ti që e ke bë, kërret përmi kokën tënde. Subhanallah, lum ata që e largojnë çati ligj pastaj që mos më shku gjinohet atij. Andaj çështja nuk është e lehtë, subhanallah. Na edhe pse nuk i bëjmë kafira në kontekstin sepse duhet i themi a ke bë halal. Por se gjyna shumë i madh. Shumë i madh, apo edhe thot pejgamberi sa ju përgjigj se kuptimi i zgjedhjes së tyre për Zot është ndjekja e tyre në konsideruarit haram e saj që e ka lejuar siç tham Allahu subhanahu wa taala. Sa i përket çështjes së pestë, thot e cila ka të bëjë me gjendjen shoqërore, Kurani e ka plotësuar zbrastirën. E ka ndriçuar rrugën ndaj shikos se çfarë urdhëron udhëhecin e madh, domethënë që të veprojë me shoqërinë e vet, dhe thot ule krahun tënd për ata që ndjekin nga besimtarët. Dhe në sajet mëshirës tënde, thot, të Allahut, u solle but me ta, o Muhammed. I thot Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedit a.s. Si kur ti t'ishe sjellur keq me popullin, nuk kishin me të pranu. Nuk kishin me të pranu ata. Po në sajet mëshirës tënde, kur një pushtetar vllazni, kur një vlla, apo një armik, e sheh qëllimin tënd kryesor, çka është qëllimi jot kryesor, ai më udhëzu. Unë ty me të pa xhenet o vlla jam. Ndryshojnë çështjet pastaj. Po na nuk pikemi çato.
Ndoshta qëllimi fillestar po jetë për udhëzim, mas e po im po na kap shejtani edhe po bëjmë kërdi po bëjmë. Edhe nuk po kemi sukses. Çto është problemi? Shpesh e kom të thënë subhanallah, në Yemen ka qenë Imam Mukbili, rahimallahu taala. Si zakonisht bidat gjitë, shtut. Ata njerëzit që i kanë që i urrejnë pasus të sunetit, shpionojnë të pushteti. Ky rrezik shumë, ky ekstremist, ky kështu. Dhe e kanë qu, lajmin i kanë thonë, ti du të mi ndërprej dirësët, Imam Mukbilit. Kanë thonë, Imam Mukbili ja ka kthy, ka thonë atyre. Thuj prisit nëse donaj, pris shteti ai, ka ushtri polici, çka kime boti? Thuj prisit shtetit, nëse ai don që mos më mojt hiç po se po, po nëse don edhe me lon shtetin, kritu në e lon. Ja kanë qu selamin i ka kthy, ka thonë vazhdo me derse. Sheh me shumë 1 vjet e gjys, ishte i ndaluar në Jordan prej pushtetit, mas 1 vjet e gjys asnjë deklarat, asnjë revolucion, asnjë sen, mas 1 vjet e gjys në xhamin prap kryesore me mia xhamatli. Se e ka po që këta ulema, këta hoxhallar nuk kanë qef trazira me bo, kanë qef davet. Thjesht mi po njerëzit duke u udhëzu. Mi po njerëzit në xhennet po do më të po, o vëlla, që tu po do më të po bashkë me mua në xhennet. Nuk e ka qëllimin, do më thonë, nuk e ka qëllimin politik, po e ka qëllimin mu udhëzu njerëzit. Që kjo është qëllimi dhe du të jetë i hoxhës. Pastaj thot, vazhdon thot Allahu Azza wa Jall, pastaj shiko se si e urdhroi shoqërinë në përgjithësi që të veprojnë raport me udhëhecit, o besimtar. Binduni Allahu thot, binduni të dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Çka? Atiyu Allaha wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Binduni Allahut dhe binduni të dërguarit dhe prisave tuaj. E pse s'po thot dhe binduni prisave tuaj? Çfarë tash? Binduni Allahut, po, binduni të dërguarit dhe prisave tuaj. E kom po të cu këto më herët. Pse s'po thot dhe binduni prisave tuaj, po thot dhe prisave tuaj. Çka e Armenia? Pse është ndal? Nëse bindën Allah dhe dërguar, Prisi, bravo. Si kur të kish me thonë, në mënyrë të ndarë, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguar, dhe bindjuni prisave, i bien mënyrë të pavarur, duhet më ju bind prisit. Mirë po, nëse prisi turdhnon mos me fal namaz, a duhet me ngu? Jo. Nëse prisi turdhnon me bo një gjuna, nuk e ngon. Po kjo nuk do të thotë që mu quti me bo fesat. Me bo trazira. Ti se ngon, edhe të ra, edhe asi, po ti shumë. Po se bon gjunajnë. Nuk e bon gjunajnë që ka turdhnon aj. Apo. Pastaj thot, o besimtar, ruani vetëm, pashtu thot, dhe shiko se si e urdhon njeriu të veprojnë raport me shoqërinë e tij të veçantë si fëmijët dhe gruan. Vllazni, shtëpia është mini shtet. Shtëpia është mini shtet. Ministresha punëve të brendshme është gruaja. Apo ministrat e vegjël ata janë fëmijët. Ama ti kryesori je aty. E çka thot Allahu Azza wa Jall? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Runi vetet dhe familjet e juaja. Lëndët e cilët janë njerëzit dhe gurët. Në ndezjarit. Dhe më thonë, ti e përgjes për gruan dhe fëmijët e to. Qaj pushtetari është përgjes për popullin, ndërsa ti e për gruan dhe për fëmijë. Ti vetë logik i punt, e po do me bo ato atje në shëriatin. E të në shpi a ki shëriatin. Shëriata, a ki ti në shpi. S'ki shpi. Muzika në kup qilit, qika jote në 12 njët natës djenë, ko e diune, edhe po do në shëriata, jo, ka dalje, se shpin tonë në bëne me shëriata. Që ajo është mini shëriat i vogël në shpi tonë dhe. Pastaj thot, o besin, dhe shiko se si na e tërheq vrejten që të kemi kujdes nga kjo shoqëri e veçantë, dhe jemi të palohatshëm, thot Allahu Azza wa Jall, o besimtar, vërtet ju kemi armiq. Po ashtu, ka raste kur ki armiq edhe brenda familjes. Në periudhën e parë të Davetit, pas komunizmit, armiqësia është parë mesin e familjarëve. Kur një fëmijë për shembull ja ka nisë mu fal, ka pas armik babën edhe nonën, armik të Islamit. Nuk po flasim armik si fëmijë që e ka si bab, po armik të fesë. Ti në momentin kur ja nis mu fal, edhe e lëshon pak mjekrën, apo i vesh rrobat që e lyp pejgamberi alayhis salam, puna parë që kemi pas probleme me babën e me nonën kemi pas.
Qysh kom i thonë unë ati, qysh kom i thonë këti, ko e dy unë anë i këni, Allah zgjel për thot, o besimtar, vërtet ju keni armiq midis grave tuaja dhe fëmijëve tuaj, ndaj ruajuni prej tyre, por nëse nuk i vëni re fyrjet e tyre dhe ua falni, ta dini se Allah është me të vërtet falës dhe mëshirë plot. Nëse prindit kundërshton në çështjet fetare, ti sillesh në mënyrën më të mirë, por nuk e ngon. Nëse ai thot mos u fal, ti se ngon, ti falesh. Po gjeni një mënyrë, mos i dal përpara fytyrës atij më fal. Gjeni një mënyrë, një vend caktum, një dhomë ku e ki dhomën tënde, falu, kada dale, bën dua. Është e vështirë për një person i cili ka jetuar në mesin e komunizmit, ka jetuar që me një rreth që në fali heq, edhe tash ti po del, për njerë. Mendon njëherë që shoqënia që ti prindi ka me sulmu, tu bo djaljet vabi, tu bo ekstremist, tu bo kështu, tu bo ashtu. Kuftoj e pak, subhanallah, që nuk është e letë. Kada ka dole me lenë Allah të zëngjel, për hapet, bën dua për prindin, bën dua për nënën tonde, mas pari zakurisht nona të udhëzohen. Mas tej baba të udhëzohen, babat e kanë pak më asit. Po nëse ti ndikon të nona, e nona mas tej para fjetës ndikon të baba. A unë që shtut? Këto pju kallëzej një rast me një djetar, vllazni. Jo rastisht e përmenda, një djetar është nervëzuar me një talebet vetë, me një nxënës të vetin. Edhe ka thonë mos të pranoj ndërs. Edhe ata kanë pas gojën, vllazni, si janë sigur na. Me po mi thonë sot një gjebat liut, apo dikonin, apo dhe njerë me na thonë një djetar se në mos hadani, s'po vishkajt e djetarit tjetër. A qështu thënë, po. Edhe, ta shumë mërzit kjo subhanallah. Javën tjetër e ka pa aty. Ta është gjemati të i thënë shet, të ardhë kjo në zonë si dijes. Ti afaj që s'peprone. Allah e ka përdur një lloj ndërmjetësimi shumë të fuqishëm. E ka përdur, dhe më thonë, gruën më një aspekt. Gruja këti ka ndiku të gruja shehit, edhe e ka pranu. Dhe më thonë, e ka pranu në ders. Po ashtu, shiko si urdhron individet e shoqërisë që të kenë raporte mes tyre, vërtet Allah urdhron për drejtësi dhe bamirësi, ndihmë të afërme, e ndalon nga immoraliteti e kështu me radhë, dhe sot thot Allah subhanahu wa taala, o që keni besuar, largoni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e tmetave të njëri tjetrit dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Mirë. Allah subhanahu wa taala thot, ja ledhina amanu, thot largojni prej dyshimeve të shumta, inna ba'da dhanni ithm, se me të vërtet disa nga dyshimet janë mëkate. Pse po thot disa nga dyshimet? A do të thot që ka dyshime që janë mëkat? Çe e mërmenja? A ka dyshime që 100% si e sakt edhe nuk janë mëkat? A më me thonë kështu? Po ajo. Ha? Përsa se shpreh. Po. Varet për shka. Fol. Dishka për çështjen për persona për shembull. Po. A është gjuna kjo? Narrativa që është. Allahu po thot inna ba'du dhanni ithm. Me të vërtet disa prej dyshimeve janë mëkat. Që i bie tjerat nuk janë mëkat. Mirë, nëse çika jame, çika jote vjen 2 natës, 3 natës. Ti ja mush me dyshu që kjo vallahi problem puna saj, ka mundsi kjo dikon me shku. Që ky dyshim nuk është haram tash. Sepse i ki rrethona ta si suj që ti po dyshon. Mirë po heq, veç tu ka tik, po dyshon filona vallahi kjo. Ja, bre çfarë? E ç'kjo është haram. Qëto du të me kuptu këtë mesele që thotë Allah Azza që me vërtet disa prej dyshimeve në mëkat. Ama rrethonat, po ti s'peshet direkt. Se për me gjuku personi që ka bo zina, du të 4 dëshmitar, apo? Mirë po ti po dyshon. Vallai po dyshoj që s'është puna mirë diçka. Se po më vjen e drogeratme. Po më vjen me dehje, ka pi alkohol, me cigare, me kuedione, shoqnin pjasho, ty li far njerëz. Po se ka po duke i bo do thot zina, po ti po dyshon. Edhe në këtë rast, dyshimi është i bazum pak a shumë në rrethonat të caktuara. Thot Allah subhanahu wa taala, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ata. Gjithashtu asnjë grua të mos tallet me gra të tjera,
Po ashtu Allah subhanahu wa taala thotë ndihmoni njëri tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri dhe mos u ndihmoni njëri tjetrin, do të thotë në hasmëri apo në mëkat e armiqësi. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, secili individ është i nevojshëm për shërimin e kësaj smundje, apo qoftë domethënë për punën e zbulimit mëkateve, të përgojimit dhe me etiketu njëri tjetrin, dhe këto shërimi i saj është në 3 vende në librin e tij që do t'i trajtojmë në dersën e radhës. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.